Kemi kam kënaqësinë që të kem në lidhje direkte babebi Agan të Gjuslime. Agan, përshëndetje. Përshëndetje. Si e? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Kënaqësi që të kam të ftuar sot. Gjithashtu kënaqësia jona është. Atëherë Agan, si lindi ideja që të këndonit bashkë si baba e bi? Ideja se të këndoni me vajzën lindi krejt spontanisht. Filluam një video të regjistronim, por nuk e pritëm se do të pritej aq shumë nga publiku, dhe si e pritëm publiku ishte një bekim për ne. Ishte diçka spontane apo e kishit menduar prej kohësh? Ishte krejt spontane, krejt natyrshëm. Kush ishte ai që e zbuloi pari talentin e voglushës? Unë me profesion jam vetë muzikant, e kam kryer fakultetin e muzikës, dhe gjithmonë që kisha këtu, pasi jetojmë në Gjermani, vajza u kyçte me mu prej moshës 3 vjeçare, edhe pse nuk dinte të fliste mirë, u kyçte gjithmonë me mu në muzikë dhe aty e vërejta që vajza ka potencial dhe ka vesh muzikor, dhe prej aty unë e mbështeta dhe tash është në hapët ku duhet. Domethënë E kuptoj. A ishte një moment i veçantë që ju e kuptuat që vajza kishte potencial? Po. Ishte një moment kur e pash se vajza po këndon atë që edhe pse nuk e fliste mirë, këndonte në intonacion dhe aty e vërejta se ka vesh muzikor. Po çfarë ndjesie është për ju si prind që ta ndani skenën me vajzën tuaj dhe ta shihni duke fituar kaq shumë dashuri nga publiku? Është ndjenjë jashtëzakonisht e mirë. Na bën të lumtur shumë. Na afron më shumë. Unë të doja që të kaloja pak te gjyslimja e vogël, meqense ajo është kryesorja në këtë situatë. Gjyslime, si e? Po. Si e? Mirë. Mirë. Sa vjeç që ti je dashur? 5 vjeç. Ti je më shumë gjermane apo më shumë shqiptare? Shqiptare, edhe me shqiponjën. Agan, sa kohë përgatiteni përpara se të publikoni një performancë dhe ti zgjidhni këngët, të përgatiteni përpara se ju t'i publikoni? Varet nga kënga, disa këngë marrin më shumë kohë, po me disa prova ja kalojmë. Mundohemi gjithmonë që të zgjedhim këngët që përcjellin më shumë mesazh, zakonisht këngët për mërgim dhe patriotike i kemi kështu për qef. Po kur provoni këngët në shtëpi, kush është më profesionisti, babi apo vajza? Në fillim unë isha profesionisti, kurse tani është gjylsimja. Tani është ajo. Ka shumë raste kur gjylsimja më korrigjon në tekste. Të korrigjon ajo, po këngët i zgjedh më shumë ajo apo ti? Këngët i zgjedhim bashkë. E kuptoj. Këtu si familje i zgjedhim bashkë. Është edhe mami ajo që nuk shifet në kamerë, po që intervenon shumë jashtë kamerave. A ka ndonjë këngë që për ju ka më shumë domethënie familjare që e këndoni gjithmonë? Po i kemi disa këngë të preferuar kështu. Është kënga e Sinan Vllazaliut, Babi pse brengosesh. Jemi i lira, jem të uta, këto i kemi për qefje. E kuptoj. Nise trimi për gurbet. Po në këtë periudhë që keni arritur le të themi një famë më të madhe nga rrjetet sociale dhe hera herës po bëheni akoma më shumë viral, si keni arritur që ta menaxhoni këtë famën? Duke qenë se vajza është akoma e vogël. Me rëndësi për mu është që vajza të rritet e lumtur, dhe unë e menaxhoj gjitha rrjetet sociale këto, po për mu ka rëndësi vetëm vajza të rritet e lumtur, pasi është edhe e vogël, nuk e kupton shumë viralitetin që e ka në TikTok, Facebook dhe YouTube. Nuk e ka problem fare që të dali para kamerave. Jo, nuk e ka problem, e ka për qefi kështu. Ka plot raste kur vajza vetë më thot babi apo këndoj.
Pra ju këndoni shumë këngë të llojeve të ndryshme. Çfarë mesazhi dëshironi që të përcjellni më shumë përmes videove tuaja dhe nëpërmjet këngëve që ju përzgjidhni? Kishim përcjell mesazhin, ju kisha thënë të gjithë prindërit që i shohin talentet te fëmijët e tyre, pavarësisht artit, sportit apo diçka tjetër, ju kisha thënë t'i mbështesni fëmijët e tyre. Pasi kur e kuptojnë mbështetjen fëmijët, ata e ndjejnë atë vetbesimin dhe atëherë edhe lullëzojnë në suksesin e tyre. Po në këtë periudhë që le të themi vajza është akoma e vogël, në periudhën që ju filluat të bëshit realisht viral në rrjetet sociale, si u prit nga familjarët tuaj? Me të thënë drejtën, nga familjarët në fillim edhe nga publiku, nuk na ka marrë mendja se do të pritet kaq mirë, po kur u bë ashtu viral, familja na dha mbështetjen edhe më shumë dhe kjo na bëri të lumtur shumë. Edhe Duke gjylësimin qenë se gjithashtu. videot tuaja janë të larmishme dhe mendoj që kaloni kohë të mjaftueshme duke i xhiruar apo duke i paramenduar. A ka ndodhur ndonjë moment që le të themi është shumë qesharak ose i papritur gjatë xhirimeve tuaja? Po kemi pas disa momente qesharake, shpesh edhe futemi në TikTok live dhe vajza është edhe e vogël, ka pasur kur e kemi ngatru tekstin, kur ka dalë ndonjë fjalë larg kontekstit këngës, kemi qesh, ka largu vajza prej kamerës, ka qesh aty edhe mu ka bo me qesh, edhe kështu na ka argëtu edhe më shumë. Edhe këto situatat që janë fane janë akoma më tërheqëse për publikun, apo jo? Po, ato gjithmonë kanë shku edhe më viral, kur janë bërë ashtu videot. Po duke qenë se le të themi vajza është ende fëmijë, si arrini që ta ruani këtë balancën mes argëtimit dhe fakti që ajo është ende e vogël? Si të thash edhe më herët, për mua më me rëndësi ka që vajza të rritet e lumtur, nuk prioritet është vajza ime dhe këto tjerët janë vetëm i presim me qef, si të them. Kryesori është që vajza ta ketë dëshirë dhe mos t'i bëjmë presion vajzës. Kur të ka dëshirë ajo, atëherë unë e mbështes edhe familja ime, gjithashtu. Nuk i bëjmë presion. Po në rastin se një artist i njohur do ju ftonte për një bashkëpunim, cilin artist do të zgjidhnit? Një artist ti dhe një artist vajza. Kë keni dikë më të preferuar? Cilin artistit, Po. Vajza e ka për qef Ylli Limanit, pasi kemi filluar kohët e fundit të mësojmë këngët e Ylli Limanit. Ylli Limanin, pra ka kaluar dhe tek stili këngëve të Yllit. Si? Vajza, cilën këngë të Yllit pëlqen më shumë? Po, jemi disa këngë ka të Yllit, Dalë të pres të Shadërvani, Kthehem dhe disa këngë tjera. Gjithashtu unë... unë... Këndosh një pjesë të vogël të ndonjë këngë të Yllit? Atë të këndoj një këngë të vogël të Yllit? Faleminderit shumë. Faleminderit juve që na e zbukuruat këtë pjesë me këtë këngë të bukur. Dhe duke qenë se vajza është kaq e talentuar, çfarë ëndrash keni për të ardhmen e vajzës tuaj?
Dëshiron ajo ta vazhdoj pjesën e muzikës apo të fokusohet tek një profesion tjetër? Ne do ta mbështesim pavarësisht se çka vajza zgjedh në të ardhmen, ato ta vazhdojnë muzikën ajo nuk i bëjmë shtypje këtu. Po nëse vazhdon muzikën, do ta mbështes. Po edhe nëse zgjedh ndonjë profesion në të ardhmen tjetër, gjithashtu e mbështes pasi është vajza ime dhe kam qejf ta shoh të lumtur. Kuptoj. Sa ka ndryshuar marrëdhënia juaj si babë biçi kur filluat që të këndonit bashkë? Po mendoj se na ka ofruar edhe më shumë, pasi kalojmë kohë më shumë së bashku. Dhe çdo herë që e kam atë kohën e lirë, mundohem që ta kaloj së bashku me vajzën dhe familjen. Dhe për ta mbyllur në fund fare, çfarë do t'i thoni të gjithë prindritve që hezitonin që t'i mbështesin fëmijët tuaj? Në fund fare, çfarë i thoshit prindërve që hezitojnë të mbështesin fëmijët në talentet e tyre? Ju kisha thënë të gjithëve nëse keni kohë dhe i shihni talentet e fëmijëve, ju kisha lutur të gjithë t'i mbështesni fëmijët, pasi në atë rast që fëmija e sheh mbështetje nga prindi, atëherë vjen edhe ajo, si të themi, atëherë lulëzon fëmija në talentin e tyre edhe më shumë. Kuptoj, atëherë shumë faleminderit që ishit me mua në intervistën e sotme. Dhe ju uroj sa më shumë suksese në vijim, ty edhe vajzës sidomos. Faleminderit gjithashtu. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.